Edhe si ma ka bo dhuratë për ditëlindje, ku pas lindje 25 gusht, i ka ble 10, pa ditën e san i ka ble 10, vetë shku i ka ble, i menirë i ka një muë, për shembull familjarët, u shku i ka ble 10, ku i kum shitën, se një kum pas do të mija, të si kum shitën e krejt, u shku 10 racën teme, u shku e ka ble dhe mi ka bo dhuratë për ditëlindje. Që shindje kërë ke pa këtë dhuratë? Që aty më kanë rrallët, se në s'ka, jam se më interesu me lonë thmive heq atë barë. Se nuk më e trajtojnë si one, se mu ma ka jep natyra, unë nëse ja lon thmive të mi, këtë punë, këtë amanet, ata s'mundën me kështu se kom këshurën, se ne kom me natyrë. Ata kanë pej me e kështu si nuk mundën me trajtu që shtu unë. Kështu si sot mojën e mirë, si s'moj... Nuk ja u imponon? Ja, një që ba një dhenve, si të thët, i le 10 në fush, 18 në orë, i le 10 në fush, krejt natën, pej 4 mas dite, det njësit në sabah, i le 10, thërën mund telefon, numrin e ki thërën personal. I vetë minire, për shtenë mi veçanë. Edhe për shta mu mdo zoti, i leon aty vete, as vjen arush, as vjen qani rruga, as nuk vjen nuk. Përshëndetje meq të Kurora TV-s, sot kemi arë në Osek Hyll të Gjakovës, ku do të flasim me Zymer Gashin, i cili njehet si çobani modern i veçantë shqiptar. Përshëndetje Zymer. Përshëndetje, mirë si jeni ardhur. Mirë sa ju gjetëm, si jeni fillimisht? Mirë atë shëqërzotit, unë jam Zymer Gashi, vi për fshatit Osek Hyll, me një fshat mesatar. Dhe jam i farë qobani që shtu modern, po më thujnë tash, herë po më thujnë koller, po nuk kanë faj se me të vërtet, lesë janë vetë i veçantë, po dhe delet i kanë veçantë. Kështu si lojnë e delet se majën e nuk mund me majtë kërkosh. Ato janë princesha. Për shta dhe vetë, qështu kollere më thujnë si qoban, vetë kështu dhe vetë jam si princ, edhe vetë i kam princesha, edhe nuk mundet kush përdhen se kam shumë fanatizëm, nuk mundet me përdhen me më full kërkosh se jam i kryun që është për Zotit. Nuk i kam këto për vetit, se s'kom lidzu as shkollë s'kom të kryne, po këto i kam për natyrë, s'ka darë Zotit, ma ka që dije për dele, tash, qëto. Ti njesh dryshe me epitetin si Adhe Kosova. Po. Tash na me të orientu me 0. Po, se që ka Adhe Kosova 0, që kjo ka atë kuptimin se pak kush e kap. Që 0 në fond, pak kush e kap. Po tash, qëre, me zbëllu e kësha zbëllu, po ma mirë me lonë sekret për ata njerëz dhe me që me kapin. Se numër fillojnë për 0 që jo për nishit. E unë jam 0, atër po kuptohet nishit, 2-shit, 3-shit. Tane pas deje, tash razim edhe pjesa konkurencës. Tash na me të orientu si Adhe apo si Zymer? Qish po të gjiran? Si Adhe, qashtu suri kam rrjetet sociale, i kam TikTok në Adhe Kosova 0, qashtu, po qështë djetë ju ma letë, mu më ki... Okej. Adhe, duke pasur parasysh se kemi një fenomen që po largohen trit nga Kosova, ti diçka jema ndryshe, për shembull i ardh prej Zvicre në Kosovë për me rrit dele. Pse? Qëre për trit, si largohen për Kosove, me të vërtet që kjo punë që ka ndodhë që ta shkohen e mram, është thik me dyteja. Se thujnë i fjallë e urtë popullore, hypsit vrava, zhdrëpsit vrava. Ta është me shku në Evropë, që është me shku milion të prind. Mos me shku, që është me jetu. Ka njerë në moshë teme, nështë 30 vjeqarë është prind, është babi thmive, dhe më në pret me marrë një dinar për i vlavë matë malë, ose për i babë, ose për i njone. Te na që kjo është gabimi si bëhet. Dhe më nuk mundë të më bo njerë shtetë në veti. Rinia, ku ta këshirësh një në nonë, nuk kanë faj. Po nuk kanë faj se janë shtypën. Mon këto vëq i madhi din Kosovë. Të na, shqiptarët vëq i madhi din. Tjertë janë budallë. Kjo është se tash, ju si ka pare shumë Evropa tash. Nuk është Evropa si u konë. Po vëq ka qef me shku mu boj pambarën. Mu bo shtetë në veti. Mu bo kry familjarë. Me grua me fëmi. Që të është se, unë im konë në Evropë, unë im të regu se gruja e më është e linë në rritëne në Zvicër. E kalon jetë luksin e artu, mire me deli o marë këtë jetën. E kena brez më zbrezi, kjo është zdijet s'madë manë me sa vite, po është një punë shumë e mirë. Po çdo punë si ta bëjsh në Kosovë me vullnet, ka me pas sukses, edhe ka me pas të ardhna të mira, se dhe Kosovë është e mirë tash. A ka qenë e vështirë me lanë Zvicrën e më ardhë këto? Po mendoj, që që ka pritë dhe familja juaj e ngushtë? E ka prit shumë mirë se nuk ka qef kërkush e vladin me qu në Evropë.
Janë ata prindin shumë të rrallë se ka qep dikush me që e vladin në Evropë. Sa do t'jenë kushtet e vështira këtu, nuk mund me largu se e vladi është një copë e trupit të prind. Po janë kështu si Evropa është shumë e mirë, po me vend tonë nuk ka. Vendi ytë është mitana. Qysh ka lind pasioni yt për me rrit dele? Do më thonë, nga të vjen kjo energji dhe dëshirë, duke pasur parasysh se tash nuk është shumë që merren me këtë pjesë. Qysh me dënë ti? Nga të ka ardhë kjo? Kjo më ka ardhë se unë jam le, ku më ka lindë Zoti, se më ka fali lumi Zotën e më ka fali të dhatë. Edhe ku më fillu me hecë, me fol, më konë në përdhanë, në përkinjës, në babgjysh në këmë pasë mrakli ekstrem. Bol jam vetë, babgjysh ju konë ma ekstra. Se babgjysh në kemë pasë shumë mrakli. Edhe që të ndjenë, kjo ndjenë. Se na jena shumë si fesë, po ndjenjen të eme se ka kur një. Këta ma ka ebë natyra këtë ndjenë. Nuk e kom kry shkollën në përdhanë. Po shkollën e kom pej të lumit Zot. E kom vetë natyrale e kom shkollën. Që visht mes me kom kry edhe. Po për dele, jam doktor mi doktor, profesor mi profesor. Do më honë për shka i përket deles. Se mirët me dele, me krejt kafsht. Me krejt kafshtën e kom telefonata se më thirrin njerëzit më ju spjegu ku smut ose diçka. Krejt kafshtin jo, po dhati kom veçanta. Me fol për dele nuk ka as mjeki, si ka kry fakultet, mi fakultet, as profesor, as njëri si hecë në dy kom, për punë dele mos fol me mu, se s'ka qa me fol. Se delmen e di krejt. Pe kry den bisht, delmen e di shka është puna delmes. E sot a gjenerat jeni që mireni me këtë pjesë, se është tash se trashëgimi e pasur. Se e mojnë ma nëne, jam gjenerata 5. Unë se e mojnë ma. A dhe si shumë të 5 në gjeneratë, së më i mojnë, se ne jam 21 vjeqarë, po si më kanë të regu, në mojnë kjo gjeneratë. Edhe është që këtë gjak i delmes është i pahupën, i pashdukën. Se kjo është delme, kësi loj delme, vish nëse e ka ble dikush për meje. Se s'ka, kërkush s'ka në Kosovë, as kërkon vish kush ka ble për meje. Për cilët vende keni kështu prejardjen? Ne në pejt pa deshit. Po? Shkëllëzena në si o tërpuj. Okej. Jemi të ardhën pra e luftë këto. Baba është i lindën në Kosovë. Gjysh ju konë i lindën në Shqipni, edhe në atë vakt e ka kry shkollën normale në Elbasan. Shka s'ka pas shkollë kërkush, gjysh jam u konë. Edhe u konë i farë, atër edhe i farë lojë plesnoj, se konë njeri me, se më ka ditë me shkru. Nuk në konë sërë këta plesë, që ishin me gisht, se s'kan ditë me në nshkru, ajo konë ka pa kry fakultet, u konë njeri me, që mi shkollu në atë vakt. Edhe që banë, po dhe i shkollu. Jo thatë se i keni këto prej femiris. A keni ndo një moment veçantë që i njeni prej femiris që i keni do më thonë me dele? Përveç kësaj pjesës që i një marrë jo në mosh ma bërë. Momentet, si ka ma të veçanta si arrej, 2 herë kom të nëtu mi hek. Pse? I kom lonë ka 5 su pa 10, po që ashtu në me Evropë, duke mu përplas me Evropë. Po. Edhe që ato 2 nuk ja arrej kur që ja fali vetit, si kom të nëtu edhe kom menu mi hek. Nuk ja fali vetit. Kështu si tash, për të se ta kom shnajten edhe muj me hecë, mirujtë që në edhe ati ruj vetë, nuk ndodhë mos me e përmenat që është i me hek. Që të nkonë momentet për mu, ma të fështirat, ma të nishmet, edhe inshallah ato dhanë më kanë bo halal, si i kom hek, se unë edhe ati trajtoj shumë mirë. A kish pas në arsye tjetër nëse do njerë kishe hek dorë prej kësaj puna? Kur? S'ka asë një loj arsye, heqi. Sigurt? Vesh arsye me dek, mëse bëzët edhe smuja. S'kom shka bëj, se ku s'munësh, edhe nuk mu i moj dhetë me shpresat dikuj tjetër. Po. Delmen, ku ta mesh përgjësi, dush me mojt vetë. Delmen du të me mojt në mënyrën më të mirën, se është me laqe, ka kriju Zoti. Delmen nuk mojt në përlaq. Une, po të regoj drejt, ndje marre, ku e shoh video dhe postojnë edhe krenohen, kom fitu thot që të vetë për dele. Në mënyrë lëq, dhe nuk më i qohen të ju dhimë të kom, edhe po i shënë për Kosovë, po i bëjnë që të video i postojnë, edhe i shkojnë në studio flasin për dele në atë mënyrë, e qësh nuk i vjen marre me postu një video ose një foto të dhenve në atë mënyrë. Kjo është, këqërë nuk është e mirë kjo për onën tonë shqiptarve, me ndodhë të sene, mi pa e, se unë e luftoj me rritë çmimin e mallit Kosovës, edhe më konë malli më i miri, më i bukri, më i hishmi në Evropë. Kom qef konkurencë mi bon Evropës. Për që ta unë e mallin tam me kom ma shtrajtin. Edhe sa shqitet malli jam, s'ka shonsë më shqit kur një. Edhe sa thom unë e shes.
A mendoj që ki konkurencë këto, në Kosovë? Kosovë, ja, s'kam konkurencë. A s'ka dalë dikush që ka thonë, jo, ju një komat mira si tuan? Munden me bo bisejta të lira, kështë shok, të kolegë, të e ka optalë, se qëre, në shqiptarët, ku ta folë një shmim, kujtonë se është i pa kapshën. A di pse? Sa ajo është i pa dalën. Po. është i pa dalën, mëdhimin, ata persona mëdhimin. Dje u konë ditë e hone, tregu konë gjaku, ta shofesta e shinkulli, dole atje vish me duhe në gjepa. Tonë ishin dalë të shqit kinqa. Ta shtë edhe lugajt e konkurenca. Unë i kumë shqit, vi që ju bëjt ashtë najrë dhe tjerëve të ju shqit. Unë i kumë shqit ata moti. Me që se s'kom pas njëmër të madhë, me vo realitetin, se s'kom, unë krejtën 50 cupa. Po, unë e kumë pas dhe 520. Unë e tregin nuk e njeki, nuk jam traktar, nuk dalë me rajt në për treg, mi bo be rajnëshe me shqit një kinq. Se ka traktar jenë në për Kosovë, në për krejt trege shkuj në për trege, e nuk është e mirë, se ti e ka rranë për qatë mallë. Për qëta ti kime vazhdu në për trege me shku, si e ka rranë. Ti ku ti esh i drejt, e ki mallin e mirë, ti rrinë shpes sërbes. Malli mirë shkon vetë, ti s'ki nevoj mu marrë me mallë të mirë, a i vetë shite. Djatë, sot kish kos, sot kish dele. Dje pej shqip një jarë, njëri ja kom shqit delmen. Pej shqip një jarë dje i golaj, njëri shumë zotni, njëri pëlec, që i kom me SMS-ët në telefon, o ardhë fusha, dje në për tonë që atë mëtë, o ardhë fusha. A me ndëse kje edhe gjelozi tepër duke pasur parasysh se disa veç i marin dikon gati, dërsa përparësia të këte është që ti i ke trashëgu që një kohë gjatë, do më thonë. Qysh ndjesh ti që je trashëguesi i këti breze dhe qysh ndjesh ti gjelozin që e kanë tjerë ndaj teje? Qëra, gjelozia... Sa me ndë që kjo pun ka shumë konkurencë. Po, ta çdo biznes ka, po unë se kam biznes, unë e kam marak. Unë nuk jam përmer, unë jam marakli. Ti i lidhur shpirtërisht me te. As nuk i kam të regjistru, unë as shtet nuk i regjistroj. As po atë shteti zu me marë për tu. Kreti kam me një shteme me mundit ta. Nuk mirë na unë heq, mi marë as pe shteti, mi marë para atë, me rrajt e i kam qika që rrët e numin, hadë inspektorat, e hinë në rdhajnë e 13 të nëzama që to, në t'ja këshyrin vonthin e t'i bojnë përët, mi kanë gërdit. Kështu si s'mina heq me ta, as me inspektora. Për punë dhajnëve gjelozia është shumë e madhe. Se nuk mu e dhelme se ka mujt me mrinë rrush nga onë qenë ka i papjekun. Ta është kus me mrinë mallin tam, nërmalë që ka gjelozia dhe nërmalë që shash. Edhe të si gazetarë shumë e zuja, nërmalë për kolegëve ki mu shajt, se nuk mund me pas suksesin tam. Atër qërë mësë me të shajt, se në shqiptarë që ta kem pak, o pjesë e dopte, na shumë e lekë. A me të që punojnë ana me inate, me zvete? Më koni në gjurë, edhe janet dalujnë. Janeti, nëse kiti një lopë, unë një lopë, në cofë lopa jeme, klutna me cofë dhe juetja, që është janet. Nëse je i në gjurë, unë i kom i qënë dhenë, ti je i në gjurë, kemi po 200. Po mirë është më koni i në gjurë, jo i janet. A ditë të mi dalu, se nuk po di njerëzit, i janet edhe i në gjurë. I në gjurë mirë më konë, sa i so i në gjurë arrit. Po të malli mirë të më konë shumë i në gjurë, më marakli, mas pari marakli. Me mjellë vetë, me këshyrë vetë, me qedhë vetë, me rujtë vetë. Delmen po se rujtë e vetë, si e kërkushi, zero, harroti, zero. Këto me thonë këtë këtu procesi i kry vetë? Vetë unë i kry, krejt. Nuk ka shonë mu kush mi mjellë vetë, as me marrë me mitë vetë, as me ma këshyrë delmen, as me o bo frizurat. A ke pa që i kom ly? Po. Vi që i kom bo shkas me i bo kërkush, i kom bo one. Që janë vetë kështu të kuqë. Ja, i kom ly me bojt kuqe, i kom ly. E kom bo bojt shkas me i bo kërkush, ekstra kom bo bojt. Edhe nuk i bje boja deri, unë këtë du, mi ra boja, ato nuk i bje boja. E në mundu njerëzit mi lynë, të li para mënyra, i kanë flisë, kanë bo kërgjë. E në këpëtanë, se kjo është. Po, Gjelozia është. Jeton gjelozia. Qka me ndë se dalën ty prej qirve, që i kanë, do më thonë, këtu dele? Qka me ndë se dalu e shte, përveç pjesët që i kitë trashëgimis? Unë e dalona të delet, se delet si ka mund që ka kërkush. është e kuptushme, e din krejt. Po. Desh si komune, doshë jam 7.000 fronga, që hecë për Zvicër. 3.000 euro mi ka njep, krejtë më hunë me fakte, nuk e në këtu, jalla ka thonë filioni, se si tu ish ka thonë filioni, këtu e në rana. E njerëzit e gjallë e din, so shitet mollë jam në për Kosovë. Logrete shkujnë, pjesë të stukit, i në shku në deqan, edhe i kanë thonë, se ta shë din ku i përmedhjo një stok deqan, e din personat për këtë ka foli, edhe u shku i ka thonë, është pjedhanve të dhe i Kosovës. Ky i ka thonë po, e ka rajt, ky i deqanit, komunës deqanit, e ka rajt po e dhe i Kosovë. Nëse ka mora i stokit të shku, po më shkruun që ky dash të hanë pjedhanve tuja, kish blej keq. Thash, ja, valloj, ky pjedhanve të mija nuk është, kusht ka thonë pa filioni. Dhe më 2-3 raste kanë ndodhur të i shit të rajt në emër tënd. Po në emër mallit tam. E nuk është
E kom pa dhe të një vend që e ke thonë që po i marrin të qata që ja u keshit. Do me thonë po shkon për i blind të qata që ja keshit. Pse mos marrë qata të te? Po nuk vinë se që atë është kubit, gjelozia, nuk mundët më orë të te, ata shkojnë, po mirë po të ma shojnë herën këta si ja kum shitën, po ma shojnë herën, edhe po shesin mallin mirë shtrajnë, vis që jënë të mija. Qka me ndonë, a ki fitim të madhë prej tyre? Se po isha edhe këtu, do më thonë, të pjesa e bëlimetit. A fiton shumë prej tyre? Po, unë e shes kusin me tërsinja. Nuk e shes kusin, kështu e shes dhe të rëshitet kusin. Po. Për djath, vinë si këta shka e në rëthin gjakus, ta për të marrë me marrë djath thone se i kapin fraktin zemër, edhe djathi i shitën shumë, 20 kila, din tonë, ka dhe aty njerë se shurin intervjisën si e kanë ble, qëtash mas mrami 6 kila njoni, 2 prom tjetëri, një mund 8 kila, 20 kila djathit, edhe nuk është problem i pas, 1000 kila nuk ka problem. Nuk e kam problem. Nuk kam me do në treg. Unë në treg dalë veç me pa në i shok, në i sam, me pa edhe më dhimin këta si njekin treget, se nuk ka, se ku të gënjen në rren, do më thonë i bjen, nuk mund është ti me shqit mallin shpitonë. A të ka ndodhë për shambull me pas kërkesat mlaja për me t'i ble krejt? Po, kam kërkesa shumë, po nuk kam mallë sa kam kërkesa. Sfar qmime për afërsisht ka në ofru? Qmime të në konë, ka 5 scenari kum shqit. Ka 5 scenari kum shqit. Jo, po gati krejt. Në më një njerëzët e gjallë. 1.000 euro, 1.200, 700, 800 kingja kum shqite. Jënë shku kingja të Shqipnije, jënë shku njëri mas njëri, të thirë njëri telefon, mos e di për filoni, ku shku filon kingji, të e lyptash, të shpur në për Shqipni, ku shku filon kingji. Se Shkodra i merë dhe atuna. Shkodra Shkodrond, edhe kanë pare, edhe të atë molit zi, ata i dujnë dhe atuna se e din shka delmja jonë. Se delmja me ka bukuri, ka mish, ka trup, edhe ka tome. Shëndetshme. Po. Qëfar raci janë? Jenë racë zhut edhe viglush. Këtu jenë racë në zhduke, dhe më në vishtë unë janë. Se dhe këtu të ishta mundala, është në rrezik për me u zhdu këtu a fiqur që? Po, në rrezik ose s'kam, unë edhe ku kum shita aty këtu në një, ka kërkun. Dashin që dashin e madhë, se e kom, a keni pasi u dalë. A i bohet, ajo është, asi nuk linë mo. Këtë dhe në barsu me ta, po kur njës delë si ajë. Se këta, sukur të njerëzit, si lindin njerëzit e veçantë, si bojnë historina, edhe të kafsht, ka të veçantë si lojnë histori, lojnë emen. Po. Ta është për te Qubania, i 100 vjetë me thonë para, edhe ja 500 vjetë mas te, mas mje s'ka shonë tash mo. Se e di shka ka tash general, mas mje tash s'ka mo heq. Për Qubania jam i veçantë, jam ekstra i veçantë, jam zotni në punë, zotni në mallë, zotni jam në he, jam zotni, ku të dalë në rrugë, ku të shkoj dikur mësafir, jam zotni. Për shtaj unë jam i veçantë. Për qëtë punë. Se mu më shohin djallë 2 metra, me pami si ma ka e valaj, se bëj pami në vetë, edhe thuin, më shkujnë edhe komenda, se në rrjetet sociale, him TikTok live, një 2-3 herë një ditë, që është i djallë, je ka në rënë, se te nuk je Qoban. Ta më okej, shumë Qoban. Shka kom i thonë, tash në pumat borda, në teshat lane, tash nuk kom faj, pse teshat e lane, pumat e lane, këpucat, se ka dorë zote e kom i person të mirë, personin e jetë, në ngrune kom njëri si më regati me të nasenët, atë normal që unë e dalë zotni në rrugë. A më ndëse është pak edhe përplasje që tash kohët moderne shumë kitë po kanë qef me jetu në qytetë dhe nuk i preferojnë shumë këtë pjesën për me u marrë me... Kjo lufta ka bot veten, jenë kallë shumë, tash katunët unikin rënë qytetë. Du të me full realitetin, ju me bo hejgare, me dalë me full hejgare. Edhe tash gratë nuk kthejen mon ka të. Rënë banes, me 1 dhumë, me 2 dhuma, nuk kthejet mo, pëse mu këthi? S'kthejet mo me shku të ljop të 10. Në katon, me shku me prashit, me kosit, një katu. Ta shumë katunë në për qytetet Kosovës, thuja të jenë të mbyllën. Vish kuf në plak e plak, thuja në mbyllë këtu. S'kthejet gruja mo, sukur në vru. Asun si shakty mos i shty gruja, tash do të me full realitet. Se so këty gruja jo si o tut pe meje, ose ka bo mas meje, po me nimin e grus, vendimin e grus, unë e sot jam Kosovë i rujdat. Edhe jam shumë krenar se jam drejtim temin, se punojnë drejtim temin. Edhe lus Zotin, 10 minutë si të kom jetë me jetu, inshallah kurs ma vje Zotin me najtë pa tu. Qështu është edhe Evropa, unë e shkuj foli shumë. Thuin, po qësh e këthy, qëfar vendimi
Po. I thëmë, vendimi është i gatshëm. Ta e gruaja në nënshkrimin ti ki marrë në bro. E gatshmë është. Se ty s'munësh vetëm. Unë shumë fermer, shumë biznesmena, shumë milionera një, po familja zjen. Edhe këtë pasënin e lënë Kosovë, e njënë së në dalë shumë shëtiti, e njënë Kosovë e din është, edhe nuk thëjet gruja s'mija. Shka mi bojnë? Pasunia tivi që ka shkon tu për ditë të hu. Se malli si nuk përdohet prishet. Qita buk, qito senë, mësë mi hongër na, edhe nesë rinë, qështu mas nesë shkon të hu pamin në këto prishet. Qështu është puna e biznisit. Nuk është personi të kryt e biznisit, të e dështim total. A të ka ndodhë për shambull me u paragjiku? Ose qëfar sfida ke kalu këto për shambull duka gjenë tek që ke pjesë? A të ka ndodhë dikosh për shambull me thonë qysh meresh me këtë pjesë, tash ka kalu për shambull koha e këtyne? Kom paragjikime, po gjithë mund i kom mas shpime. Dhe mon përbal nuk kom paragjikime. A të ka ndodhë dikosh me thonë direkt? Ja, shkujnë komente, se ta rrjetet sociale, njerëzit e ligë e shfrytëzojnë rastin të komentet. Në rrjetet sociale. Ka njëri që 10 akonta, edhe hinë me akontat vetë për plaset. Një akont shkru në mirë lavdon, me një akont shanë, dhe një person është, edhe shkru me komentat vetë të buat luftën, me morat që kushmerin kështë se, adin që ja shkruve i koment filionja dhe Kosovës. Monaj nuk është taj personi i vërtet, ashtë i rajshëm, se hinë fake, edhe tash njëri si mbje shumë kesë, njëri si fukaron në kry, ose është me të metna mentale, hinë e komentan, së një kom po të bo komenta, njerëzë si kanë bo për qëtë vand, njëri si ka bo shumë, njëri i kom po gazetarëve që shi u rejnë, unë e kom nisë edhe gazetarë kanë lonë punën për qëtë qështë e visi... është qështja e paragjykimet. Po, paragjykimet e kanë shajt. Po njëri suksesshëm, edhe i fuqishëm, edhe si ka me të regu njëtë, s'ka nevoj kur më dërzu. Edhe kështu si me komenta, ndasht ma shkujnë pozitiv, ndasht ma shkujnë negativ, unë nuk i lexoj. Që kjo është edhe ma e mirë? Unë nuk i lexoj komentat. Nuk ndikohesh? Ja, harroti. Komentat une nuk i lexoj. Heq, as une, as shoqe eme. Kujt interesojnë të lexojnë. As të mirën, as të keqin, nuk e. Ka dash zoti, nuk ka komenta diçka më thonë se... Po. Tenton, e shesi nuk mirësh me ta, edhe haj nuk mirë. Ma une hije në TikTok live, del 850 vetë kom pas rast, i kom pas as një koment negativ. As një. Pos që si pytje, sa dhenë, pse me dhenë, këfar djali me dhenë, e kopton pse e këthy, qësh munga mu këthy, që si pytje si janë normale. Qysh ka lind ideja për me e përhap këta edhe në TikTok? Do më thona, ka qeni ko gjatë për shambull kjo biznesi jëtë me dele në hishtje, tani ke fillu për me e përhap në rrjete sociale, apo pri fillimit ka qenë në rrjete? Për derisa e ka një pjesë të në Zvicër. Do më thona, kur e në Kosovë, ke fillu për me umarë edhe me TikTok? Une me dele jo mati. Po, për të pjesa e rrjetit. Facebookin, e kom pas Facebookin e maqem, 2 vjetën e kom pas dhe i Kosovë ata. Edhe ata mu kam bylla i Facebook. Tash Facebookin e kom Albien Gashi, të rrjetet sociale i kom dhe i Kosovë atë zero. Po. Po, unë e 10, se 10 për para kanë kushtu 100, 90, 80, 120, 130, dhe i para 5 vjetë që shtu i mund shmime, para 2-3 vjetë që shtu i ki pas shmime, unë e kom shqit shtrajt gjithë, po, kolegët e mi, edhe në këtë luft, këtë të shmimi i kom bo për më rritë shmime. Unë e ku kom nisi vjetë të është i djathin me 8 euro. Unë e shes 20 euro kilën e djathit, ku kom një në të shku të e lut një e në 8 euro. A di shkon është kila djathit dhenve 8 euro, është gjena. I lup shkon 8 euro, 7 euro, i dhenve. Po, pse shite 8 euro dhe pse shesin 10 euro? Se këta shë kanë dhenë, po në gjëmë shambullin 50 tup në duka gjenë. Në duka gjenë për në të shambull. Po. Këta si shesin djath, ose bilmet, këta pa pas një ljop të shpija, nuk mundën me shritë. Se një ljop që tomën sa 100 dhanë. Këta kuptojnë ata si e din shkon ljopa dhe delmja. Për që ta, të unë e din njerëzit njojnë personalisht se në sumojt ljop, hismoj ljop. Pos qanë sharit, as pulbres moj, pos qanë sharit i moj edhe dhanë. Po. Une, për që të punë jam i veçan të belmeti të dhanë, se a i po vëdhanë, e këni konë, kemi këshërë mëdhatë ku janë. Po. Edhe 3 qanë kënë që s'ga për. 3 qanë, që ata 3 qanë i rujtë dhatë të natën, që aty të dhatë nuk flenë kur shapove, nuk ka stanë. Po. Që e mi, për shtemi veçan, që të punë se bëjnë ka të dushkën Kosovë, i e gazetare, edhe nëse tirë dikush një qërban i dhenve, si të thëtë, i le dhatë në fush, 18 në nore, i le vetëm fush, krejt natën, pe i 4 mazite, det njësit në sabat, i le vetëm, thërëm unë telefon, numin e ki thërëm personal. I vetë minire, për shtemi veçan.
Edhe për shta mu më do zoti, i lon aty vete, as vjen arush, as vjen qani rruga, as nuk vjen nuk, se jam i lidhur në direkt me natyrën e lidhur. Edhe nuk më bë do mua, as më bë zullum, se jam i veçantë. Kjo është si më bë mu të veçantë për njerëzve të tjerë. Kjo është e vërteta e natyrës, se unë bëj dallim. Unë nuk kam kur farë të bone me këta tjerë. As 1% me çoban tjerë mu se m'lidha si san. Pos me najt me pi i kafe ose me hongë i drek i dark me ta, edhe i respektoj, toni respektoj. Pet, pojnët, mramin, edhe ata nërta si munduar me fule, me shajt, ka pak e mërcu gure, se i ni se këta folin edin, edhe më thirin telefon tash, që mëra filioni edin shka foli për dash. A i dash janë për ta më balon. Ata e mësu me desh cjep mi maj. A kina i dashës dhe delit preferu me kështu që e do ma shoh? Po i kam me emna, i kam dashën e madhë. Qësh i ka në emra? Se bashkë më ja, lepë që më në shmikon? Jo nemen persona, dit njerëse, kështu nuk është mirë me etikur. Amo ki të preferun për shambull një dash dhe një del e ki? Të preferun me? Nga loja ty ka del me e dash si me madhon gjakuven, sa që s'ta e kërkush gjakuven, po me madhon gjakuven, bjeni para fjallë ullë popullore, nuk më shko menja. Heq më shko menja, se për me kerra kështu e s'kjas asjenë shprejheq. E tash për ata si janë të metën mas të nëseme, ku e shojnë intervjisen, si kanë po intervjisat vazhdushme, të nërë kanë me po në televizor, si ta vajzin, edhe nëse nuk i pelqejo nëse hindi kush edhe ta bëni komend, nuk ka qara pa më këshyrë, dhe në fund ka me më këshyrë, se familja vete i bënë presion me më këshyrë mu. Se nuk jem njeri, si kum full për kërkan kur keq, se nuk jem njeri se manë për guj kërkan, po për punë dhanëve kom i poshtërsu krejt jetën. Në gjdo intervjis kom i poshtërsu, ose moni mirë, ose shqipni. A me do që kish pas guzim me dalë dikush për bala dhe me u përpras ja, për punë dhenve nuk ka shka me dalë, nuk ka kërkush. Ose me thonë për shambull, e jemi është ma e mirë, ose... Ja, qëre, mollin e vetë gjithkush, se ta shka loj dele, mollin e vetë gjithkush e mojnë për të mirë. E ka kuptan? Dikush s'ka ka qik me mojnë mollin tam, po, molli jam, se këta shumica si mojnë dhet, i qesin 6 muj dit të gji. Ta shmi u qitë 6 muj dit të gji dhenë vasi me fajde. Nësh nuk mujmojnë dhe të cofin, kinjja du të me qitë të gji këta, se nuk mundë nësh, se me të kinjji që ka, sot që kjo shishë ju me të kinjji. 6 muj dit ju që të gji. Unë zi që si vje marrë me dalë në televizor me spjegu për një del mëse për një kënjë të vetin. Se nuk ju ka zi një gazetarë për realitetin, për ju rajnë. Ta nuk mundë me full realitetin. Ta ju qesin të gji, sa hargjot të gji një fermer, si ka dhanë, unë së hargjojnë 10 vjetë, shka hargjojnë ata për 3-4 muj. Unë 10 vjetë, me lapë nuk me hargjoj. Edhe i kom dhetë matë mira, matë rasha, manë regull se krejtë. Së nuk shpenzoj me to, shka shpenzoj njerëz dhe. Adin dhe, 4 euro është sot dhe një sondës. Sot ju qesi njerëz i sondë dhe në vëmrana. Logrete, në këtë su, diton kjo fush, pse se është ajo demelia dhe është ajo djelë me është racë e rallë. Edhe duhet me mojtë që ashtu me ta gji me ushim se nërës me e manë. A i ki po dhe sa shtë nëshme i kom. A lo barë thot, as kokrën e dritit nuk e kanë hongën si vjetë. Qëfar rutine ja u jep kështu të ushqime, do më thonë? Jo, tash, heqesh, tash vishë në shohë në ora 11, 12, se tash për mbarët me pas brim, edhe dhe në ora 4, 4 e gjysë. Qështë ma në koha, mrena, vishë me barë, haj një vjesh tash, vishë me barë një jo. Edhe dimi ku i qej mrenë, ajo si i bë 2 kinjë, ka me hongër drejtë thonë, ajo se i bë një kinjë, që s'mina me ta. Ushqimin du të me cajkë, ushqimin e kom të mirë shumë, ushqimin e kom ekstra, ushqimin është shumë i mirë, ushqimin bari thotë, është i mirë. Okej. Qka me ndonë për këta që do me thonë këta e bujnë veç si biznes, me sa po e kuptojnë, kjo është një lidhje shpirtërore që te e ki me to? Mos me pas lidhje shpirtërore, kurri minut si moj. Kurri minut si moj, s'ko do tjerë si thujnë. Qka me do për kolekte tu? Pse e shfrytëzojnë këta veç si për biznes? Ata kujtojnë si fitojnë, për nuk fitojnë. Se tash fillojnë me pjellë këtu. Dikuj edhe i kanë pjellë, to fillojnë me pjellë. Që ta kinja mas një muj du të me hongën, se ata cofin, se s'mu i mojnë dhe, se s'kan tomen, ata cofin, du të mjë qitë. Tash logaret e denë prill, që ta kinja hojnë, 4 muj dit, 5 hojnë që ta kinja. Ku matematika? Sa me shqit atë kënjë tash? Sa do me shqit? S'mushti me shqit 200-250. Shka ke fitu? Kur që nësë ke fitu? Plus djelë me sa hanë tash se në grash që tash e denë prill, shka ke fitu? Dhe më onë këta mundën me rajt, juve gazetarve, mediam, mundën me rajt në i konë që nuk din për dhenë, kurse për me full sa fiton, ta s'fitojnë këtë dje puna kërgjo. Se ka shpenzime shumë, dhe atë hojnë shumë.
tuba dhe, anë ta si kanë kalablak, se në s'kom shumë, unë i kom 50 tuba, pa ata si kanë kalablak, 100, 200, 250, 300, ata kanë harxime me thotë të njësi të gji. Ku më pranë vera për ta? Alo si na hinë dimen, ku më pranë vera tash? Shka kanë me kalzu ata? S'mi kalzujnë kur gjonë. Mu ma shkov njoni komend, burë tha me 50 cupa, tha një Kosovë, Tranjove, një Shqiptarhone, njëri tha i ka 500, i ka 1.000, tha s'po bo kur gjonë. Tha valloj edhe 50.000 mi bo aj, s'ka me bo kur san. Se me shku të aj, me hinë shtallë të aj, du të me hinë me qizë me deqito. Edhe shëdhan të softa, të smuta rrëth shtalle. Si kun po e 100 herë. E me lastra, me najlona, e normal se ai s'ka shka bon me 500. Unë jam me 50 copa jam Amerikë për ta, pse ka 500 jam Amerikë jam për ta. Se nuk mundin atë mënyrë më najt. Unë çoj durët e mia, doktorët janë. Nuk mundin shkojnë në shpitale te gruaja të fëmia në atë gjendje, në atë mirë. Nuk është më ajo kobra tesha, ka bolle, ka ti, ka pomoda, ka tili farllujt, tash mush Kosova full me seme. Nuk ka tash mu kon njëri. Ma se kem të leparo, se s'mundesh me najnë kafe për njerëzve si kanë gjonë. S'mundesh me najnë kafe ku t'jenë me hej. Aja është e mirë për neve. Po tash dush me pas edukat. Normal, jo mu vrej që është për shambull. Mu se më pengon. Se më pengon se në vetë të nditën jo më dhanë, në ble, në lëqe, po nëzëm shambull, mu nuk më pengon. Po dush me pas pak edukat edhe kulturë. Edhe një këtë me ble mallin të ti, me pas kulturë. Malli jëtë, më kone bashkë se ku teshat e personit që arë. A të ka ndodhë për shambull më arë dikush dhe të edhe me thonë, të regam se qysh për me ushqy, ose qysh i kja tu metodat e tua? Për dit ka. A mirësh me ta? Për dit kam telefonata, edhe t'i kisha pas 50 desha, 100 desh dhe ishtar t'i kisha shi. Se ka kërkesë, e kanë kuptu që fa ratës është. A i se të qoban edhe është mrak li, a e kupton që fa ratës është. Se delet e mija nuk ruhen me të qoban. Po. Këto më problem, unë e vet i trajtoj. Edhe në cuf ka me cuf në dorë teme. Se këto dodhin të këto cuf, është normale. Djelmi e me jeton 2-13 vjetë. Raca, se e ka mund jeton 2-13 vjetë. Logët e ka djelmi të cofë me dhëmë nguj. Kurse raca tjera me 4 vjetë, 5 vjetë, ju binë dhëmët edhe plakën. Du të me hek me shqitë, se s'me e mone ato 7-8 pjelësh. Dhe se tu im në gjuhën katonashe, 7-8 pjelë si për 7-8 kingje. Kurse një mojnë e kom djelmi aty me 2-13 herë si ka pjelë. Sa me ndë që ka me ka një gjatësia këtyre edhe pas teje, do me thonë brizi i 6 t'i bja me ka mas teja. Ja, s'ka mas veje. S'ka? Ja, se që me interesu një lonë thmive heqat barë. Se nuk me e trajtojnë si one, se mu ma ka ebë natyra, unë nëse alon thmive thmi, këtë punë, këtë amanet, ata s'mundën me këshu se kom këshurën, se unë e kom me natyrë. Ata kanë pej me e kështu si nuk mundën me trajtu që shtu unë. Kështu si sot mojën e mirë, si s'moj... Nuk ja u impunon? Ja. Qka nësë ndryshoj me dyme dhe thunë, na pu dujna me e vazhdu pas dhe? Okej, komjuni mu den frimin e mram, po ju, nuk. Qërë, bra, di shka e në bradhat. Duhet me full, nuk duhet me dalë me rajt, mi rajt njerëzit, mi u kalzu, mi ushtru rrugën asfalt, pa pas asfalt. Rruga grupa është me grupa. Djelmi është doza ma ronë. O ma përpore jeton në burg, në qeli vetëm, se zdi e një koner, ose është në isan, në qeli jeton vetëm se mi rujt dhatë. Pse me do që ka bot këj fenomen, ka qumë që mus me dashtë të vitën e fshatit? A disa njeri ka qef mi pas dhatë, së të mrena, po mi arrujt dikush, edhe mi amjel dikush. A disa njeri ka qef? Ose njerës ka marak në dhanë. Po nuk ka zemër mi rujt vetë, nuk ka zemër mi mjel vetë. Këto problemi. Shumica dhanëve se cilën për Kosovë jenë me pontuar. Edhe kom bisejt arrime ta, se ne e me kolegë. Po. Jenë ka dojnë mi shqitë se s'ka thot pontuar. Këto problemi. E dhatë është doza marë, unë është e delmes. 40 gradë, dili du të me najtë 40 gradë. Se mu se më kanë besu kur, shëqyrës që rretët sociale që ndalë, edhe e ndësenët besushme edhe besuën. Se shqiptarët du të mja dëshmu, që kjo në flinë nuk opite, edhe e kopton që o flinë, për nësh harro, se shqiptarët që shto vishka të vetë. Në rretët sociale ka bo rast në TikTok ju mhi, njura do maj dic, njura një dic, ju mhi konë 35 gradë në zajt, ju mhi live në TikTok, mi po dhatë e mija që në shkep ka hajnë, edhe unë e ka rrim dili. Se mund në zetit ma banë shumë edhe në ujtë fëtëf lana, këtë në zojtë fëtëf lana. Dë më thonë, atëre kanë kuptu njerëzit se une dhatë e mija nuk rinë trëq, nuk shkojnë me hinë hije, së kur dhatë tjera, që shkojnë du të mi qunë bjeshke me hinë hije në do maj dic. Dhatë e mija në do maj dic, një dic kullosin.
Ta e kum dëshmu se nërë su bëjke, ku i thësha njerët, o keshke ma bëjke diqysh si rafsha, e kupton. Mi njerët që a isha pesha, i shkon të nuk i shkon ka i beso kësaj pune. Kurse ta rrjetet sociale, mirë bëllë që këtë këtu ki live, hinsha live një ditës, ka 200-300 vetë të më këshirë, 400 vetë, se unë e dhatë e mija në kahojnë, verës. Mund që shto nërë su bëj kemi avë dëshmu në shqiptarve. Vi që shto do kemi avë dëshmu. Për Zvicër do më thonë, a kishe pas do njerë dëshirë veç mu këthy për shambull atje prap, apo gjithmonë e ke vendosë për to? Ja, për... Ose a i shkone dhe në arsye tjetër përveç deleve që e këthy këto? Qëre, unë të pakten për mu këthy në Zvicër s'kom arsye shumë pak, për mu këthy në Zvicër mu me pas arsye vishë shumë që eme. Unë s'kom pak, shumë pak kom arsye në për mu këthy në Zvicër. A ka qenë e fëtin me bindë shoqen për mu këthy këto? Jo, shoqem ka bindë mu. Shoqem ka këthy, tregova ma herët, po. Tash, dhe me folë realitet. Mos me patash mu këthy shoqe, asun si shak këthy. Se ta shtë ja du më këthy vete ma, ku të më shku ti pa shoqen? Të mund ka konë vendimi 100% i shoqës më këthy më ardhë. Edhe si ma ka bo dhëratë për detlindje, ku më bo detlindje 25 gusht, i ka ble 10, pa ditën e san i ka ble 10, vetë shku i ka ble, me njërë i ka një muë, për shamë familjartë, u shku i ka ble 10, ku i kumë shqitën, se një kumë pas do të mija, të si kumë shqitën e krejt, u shku 10 racën teme, u shku e ka ble dhe mi ka bo dhëratë për detlindje. Që shëndi e kërë ke pagit dhëratë? Që aty më kanë rallë lëtë, se në s'ka, jam një shumë i fort, i dhem shumë jam dejtë e zoti, po jam kështu shumë i fort në raste, që aty më kanë rallë lëtë. Që ty më befasu dhe në vetë më kanë rallë lëtë, edhe... Kështu edhe në rjetë e vrejsh që e kini dashni shumë të madhe për të shoqen. A është e vërtet kështu edhe në realitet, apo... Po ju e patë nështë ta një pjesë pak. Po. Mos më konë, ase në rjetë sociale ti s'mund është me dalë që është të për ditë. Po. Mos me e pas qatë respekt, qatë dashni, qatë mirësi në rjetë. S'mund është ti. I herë 2 mund është mu bo falës, nuk mund është për ditë mu bo falës. Kurse ne në aktiv në rjetë sociale për ditë, e njëta që është edhe në njoj njerëzit personal në njoj. Mos më konë njerëz të mirë, në Kosovë, kena për ditë kam drejka darkat pagune, me shku në kafe, me shku në qaj, për ditë kam, për ditë. Pe gjenisë femnore, mas shumë të jemë. Apo të ngacmojnë kështu përgjithsi, kështu edhe me komente, me e thatë? Po, provokime kam shumë, dikuja këthej, provokime kam shumë njetë, se jeta është këtë luftujnë, kam provokime ka gjenia femnore, mashkullore, shkrujnë, provokojnë, po më duket e kanë kuptu se telefoni jam nuk ka këtë. Nuk më shefe telefoni jam, edhe nuk im shefe i grus asë një temë, asë një muhabet. Edhe nuk shi mesazha. Asë nuk shi foto. Të li par foto më qojnë, të li par provokime, po që në interesant ato për mu nuk janë... Jam një i rritën në ne. Qëfar mesazhe ke marrë për shambull ma provokus që më ndëshme e konsideru? S'po më i flasë tash, s'po më i flasë në media çfarë provokimi kom pas për gjenisë femnore edhe për gjenisë mashkullore. Nuk më i flasë. Për meshkëve për shembull. Ja, është banale, është këtë banale. Deri në atë nivel, ta më punë. Se ka Kosova që si për pak e kom ditë. Se ka që shumë se kom ditë, po ka të li para konta fake. E ka kuptar. O me ndaj që bohen pak edhe mënyrë qëllimshme për me qitë edhe ty pozit keqe që më pas në dëshmi. Mu nuk pozit keqe, së në me grute me... Na kena botën e kena shëtit, nuk kem njerës se imi dalë na devish dhe një qëte. Na kem shëtit botën. Na jena njerës dalë, na kuptojmë një tjetërin. Na pëse më shkru mu një themen, gruja me nuk e të nëvët mi që hundë, pëse të shkru të një themen, ose pëse i shkru këte një mashkull, që ja ka biznisin e vetë, pëse i shkru këse një mashkull dhe provokon, nuk i tha më në pëse të shkru. Jo, se na jemi një njerës... E keni besimin e mirë kuptimin me zvete? Dejtë zoti. është besimi dejtë zoti, ose të kjo si tonë. Në më thonë këto sene, dashin shkrujnë, dashin mos shkrujnë, absolut. Shoqnin e kem shumë të mirë të shëndosh, kush ka dasht, shoqni edhe private kena, kem shoqnin shumë minar për jashtit, kanë vizitu, kem pas shoqni arë për Zvicrë, ka najtë të na, për neve u shku apet për Zvicrë, ka najtë 2-3 net, u shku apet na kanë vizitu, vinë shoqni, për krejtë Kosovë vinë shoqni. Për krejtë Kosovë kena shoqni, si na thirrin për ditë, me shku në darka, me najtë, jena njerës pozitiv. Nuk jenë njerës si foli ma si mirë me kërkat. Nuk në intereson për puna jote, shka ki boti sët, ti që ty me të pati në rrugë që e ka bën, njeve se intereson. Hish, jena tipa si së mirë me punë të kërkuj. Edhe ta që kanë kuptu njerëzit, shumë pak në ka fillujnë të është më marrë dhe punë të unë. Se s'mundët karakterin ta me e thyj as një temë as i mashkull. Që të karakter se e kom të mirë të keq. Është punë e kryne kjo, s'mundësh, as temin as shoqës. Se jem qështu në atë lindën jem, ne nuk mundu mu bo falsë.
A ju ka ndodhur për shembull tash jeni bu viral në rrjete me pas ndonjë shkëputje, shoqëni ose xhelozi në familje, se tash kjo pjesa është e propër me pas xhelozi në familje. A ju ka ndodhur për shembull tash me fillu për mu distancu për juve ose me ju largu juve shoqëni që ai keni pas më herët për shkak të suksesit juve që e keni bu? Suksesi është shumë i mirë. Po, ndikon të familjarët, ndikon të shoqënia. A di pse ndikon? Se jenë të pakuptueshëm. Pse po mendon? Po pse se nuk mundet me arrit të une. Edhe atërë është ajo shkutja, është ajo xhelozia. A me dërën si një të rrethun me njerëz të sinqert? Pak shumë. Sukrena vetë, pak shumë. Po për shembull me pas ndaj mundësi për me e zgjeru këtë pjesën e biznesit, tash që e ki. A mendon që për shembull tanë më ki me zgjeru ende më shumë edhe më organizu ma shumë me dile? Po, më ka thonë shuqja, mos më goti herë dhe si vjetë kaloj qështu, se me biznes të vetë nuk jo herë, Po. Se i ka do lokale, estetik, i ka do lokale asi, po të pritë e me herë, se tash këmë t'i bodë ratë, po të edhe i qenë zupa. Okej. E kjo po i bjanë zgjero, do më thonë. Kjo smet vetë, lumit la. Tash, a mendon se edhe prej grus të thove që e ki përkrajen, po sa të ndihmon gruaja tek kjo pjesë? Do më thonë, tek pjesa e bilmetit e këtu. Bo me adhon lejen edhe i runë. A më nuk e lejon, apo? Je, qërë të thëmë se pak them një bë këtë sene. Unë po thëmë drejtë, në realitet shka është. Bo me i thonë, pardje më konë, si më konë mirë, di shka lip shavo vëqë në gjëmë me flejtë. Flejtë thanë gjëmë të shkajnë shëjnë, e kur që u është adet të dhajtë. Në më thonë, vishë ku më tha që ashtu, thash, vishë kërë. Në më është në gjendje mi rujtë në dhajtë. Pa pikë problemi, se kjo është e rritë në Evropë. Kjo nuk din shka është me dalë me qizme, me aponga, me tesha, me lëqa, a shkën market që ashtu. Kjo nuk intereson e pjesë, a kesh, kush nuk e kesh, se qitë kulturë Evropa ka të mirë. Pa morë pra sy që është e dalë ti, a e dalë vesh, a që është e dalë. E ka kuptan, a unë të reguva ma herën, ishe zistronit atje, femna ka 2 metra, bukuroshe, ishe të gra trakturit, të labru, të ljub, në shtallë, në market ishe në qatë gjeni, ishe në market. Po nese, kuptu të ishe të lone, po me qizme ishe në market. Në mund nuk ka menet madhe. Menja madhe, të hup me ka krejt. Me në malësia është seni më i keqi. Edhe ku ti ty menja se ti e dikushi, e që e person të kërkushi e ki shumë gabim. Kretina njerës, krejt. Po, se cilë e kem t'i shkapi natyre. Ti e qërë ti e gazetar, nësë mi bona gazetar. As ti s'munsh më bon vantemin, arruti atë punë se munsh më botin vantemin që vanë. Se s'munsh se ki ti ndjenë. Po. Këto më probleme, se nuk po din njerëzit mi dalu. Mara kjo tjetër gjë, mundësia e në tjetër gjë. Pse tash për shembull qikat nuk po kanë qef më mirë me jetë fshatit, po gjithmonë po kërkojnë veç pjesën materiale, qytetin. Se rrallë është me gjithë për shembull femra ose gra të cilën mirën me jetën e fshatit. Do më thonë është te i modernizu. Modernizimi i madh, femnat 78% në femnat kanë qef luks. Edhe marshqit që jetojnë në Evropë, i ngjo mirë jetën e Evropës. Kështu. Marshqit që jetojnë në Evropë vujnë për një vëmendjet një femnes. Gruaja vetë s'mund me jep vëmendjen sa lyp që i mashkull. Vujnë ekstrem. A di sa vujnë marshqit e shqiptarë në diasporë për një vëmendjet një femnes. Nuk i ide sa vujnë. Atëherë këtu, femnat e këtuit kanë kohë me adhon vëmendje një mashkullit të Evropës. Ata punojnë atje sikur kualt për me pas një femen këtu. Edhe këtu, femnat që janë këtu, atër i shfrydzujnë marshit atje. Pse mos me shfrydzu? Shfrydzu mërë bodalën? Shfrydzu. Edhe e shfrydzan. Edhe femnat tuja ki pa. Isha qika të reja në gjipa, në kere, t'lyne, në gjyne, s'ka në me punu. As më martuja, pse më martu me botë mi, të pas jetën luks, ku t'ka qef, ajo shkan. Në detin, Dubai, kjerën e mirë, në bazen, ku t'dënë ajo ka më shku. Në këtu jenë senet vërteta, nuk jenë senet si, po këtu i din këtë bota ka i din shka ka ndodhë. E ka pëtën? Këtë bota që të sene, i din shka ka ndodhë sënë. Kurse femnat e sudit, ja vljumësha. Që ashtu t'ja grojnë. Mos i shdrëpë të vëdalë për shpine. A me do se kena liri të i përt? Përgjithsi. Lirin du të me pas gjitha person.
Çdo person do të qenë demokrat edhe me pas lirinë e vet. Nuk ka me ta kufizu lirinë kërkuesat. Jo je burri jam shka thomon e ki me bo, ose je gruaja jam shka thom ki me bo. Jo. Lirinë do të me pas edhe burri, edhe gruaja, edhe fëmia, edhe çika, edhe ton. Po lirinë e kufizon vet personi. Vet. Se qëre, liria është sikur kali. Kali hes normal. Po si ti nshuën dizginat, ka kali heca pet hes normal. Po ko kali ku e shesi s'ka mo kumon dizginat, ajo ka me marrë kryshkat në zapora, ka me myt, ka me borrafsh. Qështu edhe personi, ka person vëllaj e dë shtagën të kryt. Se qasi është e kryune, si moshti, si femna, e do personi e dë shtagën të kryt. Ka person e ka pas lirin pefin mis, po është njëri. Edhe çdo person du të më konë lirin du të me pas të vete, nuk ka sot kofizim. Nuk e si e kërkushit i mja kufizu as grus as thmive, ose as gruja ty, ose as thmive. To dos, ose baba thmive. Tash, ka i kufizojnë prindve thmit, i ka i kufizojnë prindve. Pse po mendon? Po mendoj se ka raste quhet, jep dhe tërë mrena jave, thot babë se njonë s'kimi qëtu. Baba ka rrit një thmi, qaj thmi quhet ja kufizon jetën prindve të vet. Pa ati për si dush me hiti bësh, dhe në kry, mos me dit prindi hysh, brati me vujt, si drejt, si thujnë, me punu edhe mja qu një pare babës edhe njënës mja gëzu zemën se tash prind në moshën 65-7 vjeç shkon t'i u bo truni sukur thmis. I met hatri për gjithë shka. Prindi tash i met hatri. E du të me bo atë luften me punu sot mundësh, bile mos mësh mi dhonë t'i shka, bile bre një fjallë të mirë, bile thirër bre në telefon një fjallë të mirë, thuja babës edhe njënës. Bile falem dëru. Kur fëmija nuk ka mi dal hakit babës e njënës. Edhe babë të kesh, njën të kesh e s'ka kërkun bot. E vërtet. Edhe burë të kesh, gru të kesh e s'ka kërkun bot. As të mi të kesh s'ka kërkun bot, këto të harrojnë. Krejt e bën. Burë e bo gru në keqe, gruja bo burën e keq, prindi bojnë thmit e këqi. Krejt kjo është pejnë vartë, pejnë individit, pejnë persona. Thmija, ko ta falë zoti, thmin, ka me ta falë qështu, bardhë. Qëra. As një njull. A ka njull kun? Njull. Prind kanë minu njull a thmis. Kërkur si në njull thmis. Këtë jenë rena. Njull ka me vish prindi. Qështa e do konë që e thmi ka më rrit. Edhe me shfar pare ki rrit. Ka thmi rritet me pare të haramit, ka thmi rrit me pare me njerës. Unë i dije, kena familjar, kem familjar si u rrit me tesha, me këpucat kujshis, po sot është i meqe, mështë e dokun dhe të zoti. Se pasunia ty s'bët meqe. Hek këta, fill, të ka du të më shli se pasunia ty s'bët meqe. Ty ka veç një brez ka me të që se zotit s'përvan. Thot hajti në shej pasuni që ti në sa ka, shka mu i banë kë? Sa mu i një manë? Se normal, i varfni e tanë, edhe mesatari, edhe milenierë në këtë botë. Po, babgjysh jam, thike, mas mirë, thike, në përpjezës, me shku ka medisin, mesme, najtë, kur më sëp nellë, se s'mirë nellë. Se ko të jëpsh nellë ki me ratë e poshtë, ko të bjetë e poshtë, koshnicit nëllë s'ka. Se prishën koshnica, edhe ko me ditë ko përfundan. Kështu si jeta mesatare, me hongër me pi, familjen e shnosh, vetit mos mi bo zëllëm. Shpirtit tënë, jo, ki mundësi, del knaqe shpirtin tënë, mos i bo zëllëm, se është gjena. Pse me do që gjithmonë po e zgjidhni një rrugë ma të shpejt, për shembull për me fitu para, se kjo pjesa për, si për shembull të që ke pjesën e deleve, ajo as nuk vjen shpreje, për shembull tash. Pse mendoj që ata gjithmonë po e gjejnë një rrugë pak ma të shpejt për me bu pare? Ata kujtojnë si bujnë pare ma shpejt, po jo s'ka atë. S'ka se s'po dojmë i marrë me emna, kur një ata si kanë muajt mas pare, ku jenë sët. Në ma një humnerë, a i ka bo miliona, po është një humnerë, nuk është gjithë shka parja. është marrë fjeti, o nëra, respekti. Se edhe ku ki pare, du të me bo mirë. Një ku t'lyp mi bo mirë, nëra dush mi bo. Se ki pare si e zot. Zot e kem vizë zot i nel, ku shin falë. Për këta tjerë, këto shkajan, këto tjera, të kërgjosjen, i sanë zërën. Të unë janë kretë zërë. Të unë sanë s'kanë vlerë. Vlerë ka njëri mirë, i marifetshëm, edhe ai si gjindet në dakik, ku ti ki nevoj. Se dura për dura mi ftash, shteti me shtet o bërsh. Kretë jeta, shkon që shto luft. Po, qëre, që të sene, si ka bo shoj që e me, për shani përgatit së shko gjong, të sanë sështë. Asë ju si bojnë qërak, jo, si hongë, kjo rënë një apet, jetë një apet. Ka shë një rrugës, bleni t'i shka në market, por t'i keni, kur gjong. Po është nërë edhe marifet edhe respekt.
Ku ta këshin njëron, nuk ka letas që tu mi bo, so zërësët ndimen mi gjithë që të sen, nuk mush mi gjithë, gjithë kun. Po, vishë marifeti respekti. Që do. Tove që ke kalu të pjesa e para gjykimeve, për shembull, pse ka qiri mu marrë me këtë pjesë, pastaj edhe tek pjesa që edhe nuk ki konkurencë, a me do që je shembull për levit gjeneratët i vetra, po se po edhe shembull për të rritë? Shembull, që ke zgjedh pikërisht jetën e fshatit, domethënë për mu je largu domethënë pjesë Zvicre, për një vendi që është shumë i zhvilluar në botë për më ardh këto. Për shembull, për lavdata, du të mi në telefon, edhe mi pa se mesat, njerëzit më kanë thirrë, njerëzit se o kanë bërë shumë keq, nuk po muj mi kthye se mesat e njerëzve pozitiv. Po. Nuk më ka muj me të vërtet rrjetet sociale, s'm kam pauzu shumë që tash i ka 2 javë se nuk më dal në intervista, se s'kom dash herë, kom dash më qetësu se me të vërtet kesh ka dalë jashtë vetes, se shumë intervista, shumë telefonata, shumë SMS-a, edhe unë nuk ndina mirë ku ty s'ta kthej SMS-in ose s'ta qeri telefonin. E kupton? E këtu e në sene mu mbojnë dëmë, se nuk jam me në manë. Unë e kom qëtë me krejt, bërë jam një, krejt jam. Me të më shumë, me të ri, me krejt jam një. A ki më shumë djeksa pozitiv apo negativ? Ja, pozitiv. Ja, negativ nuk shije. Ja, negativ. Muj me thonë 100 pozitiv, 1 del negativ 2. Zdali, dhe ata negative kanë kuptu të rësës... Po me dojë që kjo është sukses shumë i madhë. Me fitu një përqindje të madhe pozitiv. Me mbasë që me ta unë telefonin, e me fillu tash me hinë telefon. Mi qitë edhe komendet e këshia edhe komendet e mira asajen. Që e bërë ku i kom telefonat prom me kom postu videon të 10-9 komente në bo prom. Se nësi ta posoj t'i shka në Facebook ose në rrjetet sociale, automatikisht shka në viral. Ta shmë koni keshti nuk mund shmë shku viral. Mos me dash njerëzit. Fill shka në viral. Automatikisht, unë e ku e postoj, unë e shkoj viral. Edhe krejt kom komente vesh të mira, vesh krejt të mira. Që ku e kom prom me kom qiti foto në Facebook të hongër buk. E postuva në Facebook të hongër, i ki të 8 komenta, 9 komenta janë, asë një se ki negativ. Hine këshore, krejt mere, bërë telefonin e shë, krejt i ki pozitiv. Qa kishë dashtë mi u thonë kolegëve tu, për këtë drejtem? Kolegët e mi... Nëse ishe kanë gati për me pas një intervist pëndzo barabart me... Kolegët e mi, ka jënë do kolegë i mojnë dhe të mirë. Ka kolegë, edhe nuk i runë vetë, po ka i që banë të mirë e pagunë mirë, edhe ju shenë mirë, i runë mirë, dhatë. Ka kolegë, pe pranë verë, din dimen, flenë të tu edhe i runë. Nuk ka da dimen as verë, i ka dhatë, së kërvot e pulsë. Se s'pëtu me emrin, zdi me atë cek emrin kruj, se as kom qef me atë cek kush, as me atë cek emrin as një personi. Ka që banë shumë të mirë dhe i kanë dhatë të mira, e në edhe maraklien. Ka që banë si vallojnë me vjerën konjop, është të gjena, a dhe pak është me vjerën konjop. Se për që si punësh, kur gjonë se koni klire, shka e më konë gjenje me bone, ku për i shot do, edhe ku për i shot do në studio, po dele për full për dhanë, sa ka fitu se ka spjegu, mobra që është dje morë me postu bre në televizor. Unë i kom thonë në televizor intervista, do kamera, do në televizor, ku mi ka orë dhe morë, i më do në ka du me dalë për edhe për studios, ku i kom ponë që të gjenje dhe të i postuat, të i bona. Nuk postuat malli jëtë ashtu. Malli Kosovë du më konë malli më i miri. Shka kanë ata tjertë ma shumë si na? Shka kanë? Pse shqiptarë në Evropë është shqiptari, në Evropë është pënturi më i madhi mosh në Evropë në shqiptarë pënujnë. Pse nësë pënujnë bantunin që ashtu? Për shka? Hajtë. Ka ki po shqiptari, shka po në Kosovë? Kredi jetën pënën në Evropë për një dinar, ta është për një euro, pënëzojmë, sa të rekon dinar, edhe vjen në Kosovë e bënë zita, këtë shpine vetë është në zitë. E ki po shqiptarë. Kur s'ka bërë qeler, kredi e ka rrëthën zitë, ta mërmenja si jenë burg do brasë. Dhujete shka bënë, këtë parën është në zitë. Këtë pasunin, shka ka hek, e bënë zit, këtë shpinë e rrëthën zit. Vesh kështë në qëfar gjendje jena. E vjene më shqitet mu demokrat, 20-30 vjeta, 40 vjeta në Evropë, vjene më shëtë e mu kulturë e demokraci, e në Evropë të e ki qelë në Evropë, të s'ki muri atje. Këtë e ki, zia një konë, këtë është e qelëne, nuk ka muri, ka lula, bukuri, ka shpijat bukra, zitnat bukër, muri ti në bartonin nuk ki, këtë e ki rrëthoja, ki lullet bukra. Unë e si të bëj pare, fillë zet, këtë shpinë, edhe dherën me qelës. Unë jam person, së ne kom shëtit Evropën, dherën e shpicë nuk e moj me qelës. Kamerat, se tash e ki po kamera për në për shpit, logete qashë sigur në shpit vetë, pasunit vetë, në familjet vetë, e kanë mush kamera shpine vetë. A ka më përshtërsi se në kamera me shtiti shpinë, hajtë vi shkallësa. Tash, ti me onë shpiteme, ti mu që më onë shpiteme, dush mi kalu 100 kamera, për martit të one. 100 kamera e kiti me orë të one.
100. Se ki me arë në për kujshi, në për vlazni, me arë të tonë në shpiteme, në barë, unë s'kam me për kamera, me shpëndu një cënë. 100 kamera ti ki me arë tonë. A me do zë nuk jënë ka i besojnë edhe njëni tjetrit? Po që ashtu të është, që kjo është realiteti. Po që kjo është realiteti. Ata mundën me thonë një kështu, a i ki pa ku i kom dhenë? Po. S'ka kamera. Ta është s'ka në vëjnë e hiq për kamera. Kretë katuni, kretë logjet, kretë një kamera, unë jam rregull. A ki përkraje kështu edhe komplet për Gjakovës? Po shumë. Për këtë pjesë? Po shumë. Shumë është. Dhe që është njohë jo për shtetit, për komunës. Ti dalojmë, dhe shpejnë individve, po popolacë. Po, që është njohë ta ma... Se unë jam edhe pleshnar, kështu. Po. Dhe shkej ka pak pleshnar, por shkej veç ku jenë senën mas serioze se me ata se silojnë digur me një vend, me ata se ta ma fjallin s'kam punë. Edhe jam kryetari fshatit, jam. Po. Në fshat aty, jam kryetare, kam fshatin ma të mirë në Kosovë. Çfarë mesazhi kishe dashur me dhënë përgjithësi për këtë pjesë, për jetën e fshatit përgjithësi? E pse duhet më zgjedh jeta e fshatit? I lumi ai si jeton në fshat, i lumi ai si jeton në qytet. Tash ti thujem pse. Pse? Pse? Sa ai si rrit në qytet nuk mund të jetu në fshat. Ky si rrit në fshat, kjo ka munduar të jetu në qytet e nuk mund të jetu. Ma mirë të kthehet ku kon, në foljen e vet. Pak e shumë çatë. E qytetari nuk tenton me dalë në fshat. Me adhon milion ati, qytetari nuk tenton me dalë në fshat. Kurse natë në fshatit, po tentuj me dalë në qytet, nuk mund është mu adaptu me qytet. Harroti atë pjesë. Edhe mëdhimen, shumë pleq që shko pensionera në për park, nuk shkon më në qytet si shko kërkush më. As të mija, as vet, as gruja si shkon. I kanë lënë fshatat më të bukur si ka komuna Gjakovës. Kjo ka ndodhur në krejt Kosovë. Jo veç s'po voli, po voli për qëtu. Edhe kjo është oni të merr, me shku në fshat aty ku le u rrit që të me dik. Tash i ndalë kerët, ki autobusa çdo 10 minuta, Gjakovë, bileta një kënë shtrajt, mund është me dhëtu, me da në qytet, këtë tash i kim jetët e sigurta. Nuk i nevoj tash me shku me da në qytet, se qyteti nuk është për mu. Harroti, s'ka që ti s'mund s'metoj në qytet. Shka dush t'jebem, s'muj. Së qyteti për neve. Kështu si fshatarët jetojnë në fshat, qytetarët jetojnë në qytet, se qytetarët kanë kulturë. E kanë kulturë më të mirë se na, duhet me e prandu këta. Po. Cila është më funksionale, me ndonë? Sidomos qytetarët gjakovarë, krahasohen me Zvicranë. Jetën e qytetarëve gjakovarë, po flasë, vishë për gjakovarë, që në qytetit Gjakovës, e bojnë jetën e Zvicranit. Original jetojnë sikur Zvicranë. Edhe para lufte, edhe mas lufte. Qytetarët e Gjakovës, qytetit po flasë mërën, jetojnë sikur Zvicranë. Qatë jetë, qatë ligje kanë, qatë regullë kanë. Edhe javë lumsha, jetojnë tamon Evropë. A me do se do mbetësh i vetmi që banë modern i veçantë shqiptarë? Po, është e vërtet, ta din tonë e din, edhe tonë e pranojnë, krejtë e pranojnë. Dhe që nërës parasyve jo? Edhe parasyve ka marrë kua kanë me pranojnë, se s'kanë ku më shku, se unë jam për dit, edhe për dit jam media, edhe për dit jam fush, për dit jam rrugë, jam qësi person njëne, unë nuk më ndryshu. Edhe me dash me ndryshu, nuk ka mundësi me ndryshu, s'muj. S'mlen as natyra, as m'lojnë dhet, as m'le gruja, s'muj me ndryshu se jam që këtë tip jam. Faleminderit shumë Zimer për intervistën dhe po ashtu edhe faleminderit edhe për këtë ushqim të mrekullueshëm që ka gatu gruaja jote. Inshallah ki suksese dhe fat më të t'jeshëm në jetë. Faleminderit mirë se jeni ardhur, e faleminderit shumë për juve respekt, për punë të intervistë, falemnderam. Kom folë sa kom mujtë, sa kom ditë, për punë të ushqime, i falemnderojmë grunë, se sa për me jo si kështu pa me synë këtu, se s'ja kam zanjat kuzhinë seq. Edhe ballë keq, po s'kam shka bëjt, zerë jam për kuzhinë. Faleminderit shumë, shumë qesh me budoken. Faleminderit, tash, nëna që t'ka